U deshën 10 kronika televizive dhe ngritja e shqetësimit mediatikisht që Bashkia Shkodër të kujtohej se në territorin e saj rrugët po shkatrohen dhe nuk kthehen në gjendjen e mëparshme. E gjendur në këtë situatë, pak ditë më parë, ajo u zgjua dhe lëshoi një paralajmërim që së pari shkonte për institucionet publike si OSHE dhe ndërmarrjen e ujësjellës kanalizime, ku ju bënte të qartë se moskthimi në gjendjen e mëparshme të rrugëve do të shoqërohej me penalitete. E para që reagoi është OSHE, që këtë të hënë nisi riparimet në rrugë. Në kuadrin e investimeve që është duke bërë Drejtoria Rajonale e Shkodrës, jemi qenë të detyruar të presim disa rrugë të qytetit të Shkodrës. Pas përfundimit të investimeve, në të gjitha rrugët që janë dëmtuar nga ana jonë, Drejtoria Rajonale ka marrë masat për shtrimin dhe mbylljen e të gjitha kanaleve dhe gropave ku janë bërë punime. Ne jemi edhe në varësi të motit. Ne mendojmë që brenda për 2-3 ditë do të mbyllim të gjithë segmentet që janë dëmtuar. Ekipet janë angazhuar për të rikthyer rrugët në gjendje optimale, në mënyrë që investimet e kryera në rrjet të mos lënë pasoja në infrastrukturën urbane dhe në qarkullimin e qytetarëve. Bashkia Shkodër ka theksuar se çdo investim nën toksor duhet të shoqërohet me rikthimin e plotë të sipërfaqes rrugore si detyrim ligjor dhe si standard bashkëpunimi institucional.